Autoriteti rrugor shqiptar, drejtori Ami Kozeli, ja ka atribuar fajin se fakti që ura është prishur, fakti që ajo është një rrjedhë lumore. Sipas gjykimit tuaj, për këtë si arsye shin shkaq natyrore apo gërryrja e Kjo është për të ardhur keq një gjykim i tillë, domethënë nuk është profesional për arsyeën e vetme, sepse ne shikojmë sot që në çdo vend botës po ndërtohet në det, ura shumë të mëdha, po ndërtohen në lumen, ato nuk bien. Pastaj ne kemi urën e Zogut, që është në map, mbi lumin map, që kur është ndërtuar dhe vazhdon të qëndrojë. Po sot nuk është funksionable sepse nuk është bërë rikonstruktimi i saj. Pra në këtë këndvështrim, këto janë arsyetime që jo profesionale për një person i cili është në një institucion të tillë si është. Rruga alternative, Librasht, Spasar, rruga antike, Ignacia, Dar dhe Otolisht mbeten një vetmi segment që lidhet me Tiranën. Por edhe ajo mund të themi që ka pika të zeza. A rrezikohet siguria rrugore nga qarkullimi i shtuar i automjeteve? Është krejt normale sepse për sa kohë ke trafik, përveç se ke trafik, qëndrimin trafik i shumë përdoruesve të rrugës i kthen ata në agresiv. Dhe duke u kthyer në agresiv në një moment caktuar mund të bëjë një parakalim të gabuar, një diçka të tillë, jo korrekt dhe kjo mund ta çojë atë në një aksident rrugor. Pra, relativisht, duke pasur një trafik të lartë, këto janë vulnerabël në përfshirjen në aksident rrugor.